Prej disa javësh tashmë vijojnë protestat e banorëve të rrjollit në Velipoj kundër ndërtimit një resorti nga kompania Gener 2. Për më shumë do zhvillojmë një bisedë me banoren e zonës, me zonjën Luciana Kokaj. Përshëndetje zonja Kokaj. Faleminderit që jeni me ne. Më njoftojnë që sapo keni dalë nga komisariati policisë apo jo? Unë tani jam te komisariatit sepse sapo liruan dy prej banorëve që janë arrestuar ditën e shtunë. Njëri është bashkëshortim, është edhe një bashkëfshatar rajoni tjetër. Dhe sot kanë qenë në gjyq dhe janë liruar, kështu që ne jemi akoma duke pritur se konfirmosin letra që të largohemi. Ndërkohë, çfarë po ndodh aktualisht në rrjoll? Kemi raportime që kompania Gener 2 ka ndërtuar mur në kantierin e ndërtimit. Si është situata tani që flasim? Atëherë, kompania Gener 2 vazhdon të ndërtojë murin rrethues të resortit që ata duan të ndërtojnë aty. Ndërkohë vazhdojnë punimet brenda perimetrit, po shpëllëzojnë edhe po mbushin, sepse ajo është një pjesë që është knel. Ata po vazhdojnë mbushin dhe me shpëllëzimin e zonës, ndërkohë murin po bëjnë me qëllim që ne të mos kemi mundësi që të afrohemi më tek prona. Ndërkohë, ka patur banorë të cilët kanë deklaruar se kanë zhvilluar një takim të fshehtë me përfaqësues të kompanisë Gener 2 për të arritur një marrëveshje. Jeni në ndjeni të këtij zhvillimi? Takimi nuk ka qenë i fshehtë, takimi është zhvilluar në shtator. Janë zhvilluar 3 takime. Takimi i parë është zhvilluar me përfaqësuesit e çdo fisit, çdo fis tek me përfaqësues të kompanisë Gener 2. Pastaj është zhvilluar takimi i dytë me nga një përfaqësues për fis, dhe takimi i tretë ka qenë me nga një përfaqësues për fis. E kuptoj. Çfarë keni diskutuar në këto takime dhe ku keni konkluduar? Ne këto faktin që jemi takuar me përfaqësues Gener 2-shit e kemi theksuar që në ditët e para të protestës, madje ju kemi thënë që përderisa jemi takuar, do të thotë që nuk jemi kundër zhvillimit të zonës, por mendojmë që zona do zhvillohet me banorët e zonës brenda, me pronarët e vërtet atij trulli. Dhe ajo që kërkojmë ne është që shpërblemi në mënyrë të drejtë për pronën tonë. Nuk mund të vish dhe të plaçkisësh pronën tonë, duke pretenduar që ti ke disa letra të tokës, letra që janë falso, dhe ne kemi paraqit të gjitha provat që ato janë letra certifikata pronësisë që ka bërë kontakti Gener 2-shi. Është certifikat pronësie e përfituar në bazë të dokumentave të falsifikuara. Për këtë kemi depozituar paditën SPAK-et që ka deleguar Shkodrës dhe prokuria e Shkodrës e ka për një viti dosjen në zyrat e saj, që duhet të japi sa më shpejt drejtim për t'i dhënë rrugëzidhje situatës reale dhe për neve. Domethënë sepse dhe për ne nuk është një situatë thjesht që shkojmë për ditë aty në mbrojtje të pronës tonë, të përballemi me policinë e shtetit që ka bërë një shtetërrethim aty, duke parë njerëzit që po na plaçkisin pronën tonë. Është diçka shumë absurde dhe normalisht e padrejtë. Zonja Kokaj, ju, pra të gjithë banorët e rrjollit, kanë dokumente pronësie, i kanë të specifikuara me harta, me kartela, me gjithçka që duhet ketë një pronë për t'u quajtur ligjërisht e juaja? Ne kemi dokumentat e pronës, nuk kemi certifikat pronësie sot në hipotekë, dhe kjo është problemi, sepse ne jemi në procese gjyqësore, ne kemi dokumentat e origjinës pronës, kemi dokumentat që është konfiskuar prona në 1947, kemi vendim të gjykatës të pronës tonë, dhe kemi dosjet të depozituara në ATP dhe të patrajtuara. Gjithashtu kemi dhe një vendim gjykate për fisin male, që njoh një pjesë e pronës, jo e gjitha, por një pjesë e pronës ju njoh, s'ka mundësi që pjesa tjetër nuk ju njoh. Domethënë ajo fakti se njoh një pjesë e pronës automatikisht sjell që aty ne jemi pronar autokton. Dhe dokumentat që kemi janë dokumenta që ne kemi përdorur për të bërë regjistrimin e pronës në zyrat përkatëse, në gjagjesin e trajtimit të pronave dhe nuk është bërë asnjëherë. Ndërkohë që fatmirë shpenzës që kanë bërë procesin gjyqësor brenda 11 muajve dhe i kanë dhënë certifikatën e pronësisë. Sa sipërfaqe tokë është ajo për të cilën po bëhet gjithë protesta? Për çfarë sipërfaqe bëhet fjalë? Tani, për sipërfaqe ku do ndërtohet resorti janë 1500 dynëm. Janë 1470 dynëm. Është një pronë që është përveçuar nga Fatmirë Shpeza, është një pronë që prek direkt 5 fise dhe në mënyrë indirekte prek 17 fise. Sepse një pjesë të pronës që ka marrë Fatmirë Shpeza është pjesë të një certifikat pronësie ku janë 13 fise bashkëpronar.
Ndërkohë, në momentin që ju jeni përballur në këto takime me kompaninë që po ndërton aty, i keni ballafaquar faktet? Si janë shprehur ata kur ju i keni thënë që dokumentat që ata posedojnë janë të falsifikuara sipas pretendimit tuaj? Tani përdesa ata na kanë thirrë, na kanë kërkuar që takohemi, ato e kanë pranuar që ne jemi pronar aty, e kanë pranuar që ne kemi pronë aty, dhe janë kushtent që është prona jonë, pavarësisht të argumenteve publike që bën, pavarësisht se si duan ta mbrojnë atë që po bëjnë, por ata dinë që ne jemi pronar të vërtetë aty trullit. Dhe në moment, unë po flas për takimin e parë që kam zhvilluar unë për familjen tonë. Unë i kam listuar gjitha dokumentat që ne kemi dhe dokumentat që ka përfituar prona Fatmir Shpeza. Dhe ata më janë përgjigjur që ne nuk jemi jurist për të bërë vlerësimin e dokumentave, këtë duhet ta bëjë gjykata dhe institucionet të drejtësisë. Por ne duam që të arrijmë një marrëveshje dhe me ju që në mënyrë që projekti të vazhdojë. Rëndësishme për ata ishte që të vazhdonte projekti, përveçërisht se mund të ishte në kostum në kurrizin tonë. Ndërkohë, ju thoni që dokumentat që ka kompania Gener 2 janë të falsifikuara. Nga ana tjetër, kompania e ka marrë leje në KKRT për ndërtimin e një resorti luksos të paktën sipas asaj që qarkullon mediatikisht, dhe nga ana tjetër kompania pretendon që nuk ka asnjë gjyq për këtë. I keni diskutuar ju këto në takime apo nuk keni marrë parasysh? Patjetër që kemi diskutuar, vjet në prill, në fund prill filmare është hapur, ne kemi depozituar një pati në gjykatën e Shkodrës kundër certifikatës pronësisë Fatmir Shpezës. Fatmir Shpeza është person që ka falsifikuar letrat dhe që ka bërë marrëveshje me Gener 2-shin, siç ata shprehen, për të vazhduar ndërtimin. Ne jemi në gjyq me Fatmir Shpezën, me Agjencinë e Trajtimit të Pronave dhe me Avokaturën e Shtetit për këtë çështje. Gjithashtu Fisi Mala ka qenë në gjyq me Agjencinë e Trajtimit të Pronave për këtë pronë, sepse Fisi Mala nuk e kishte Fatmir Shpezën në gjyq, ata kanë hapur gjyqin para Fatmir Shpezës dhe Fatmir Shpeza është faqur më mbrapa në dokumenta. Zotëria që përmendni, më fal, është banor i zonës, ka dhe ai pjesë toke? Jo. Fatmir Shpeza është një person që nuk ka lidhje me rrjollin, me Baks Rrjollin, me rrjollin e Belipojës. Është një person me origjinë nga rrjolli Malësisë Madhe, banues në Koplik të Malësisë Madhe. Gjithashtu është ish drejtori i hipotekës Malësisë Madhe dhe kryetari i Partisë së Lirisë Malësisë Madhe, sot antar i Këshillit Bashkiak të Malësisë Madhe. Por ai është personi që pretendon që është pronë e tij dhe ai ka falsifikuar dokumentat duke e vendosur mbi emrin e vet të pronë. Dhe normalisht ne na lind gjithë të drejta që t'ia përmendim emrin dhe ta citojmë, ta përmendim sa herë bëhet fjalë për këtë pronë, sepse është ai personi që zyrtarisht na ka garbit pronën neve. Juve keni patur takime përfaqësues të qeverisë, keni kërkuar të takoheni me ta? Me përfaqësues të qeverisë nuk kemi patur takim, ne kemi patur një takim vetëm me përfaqësues Bashkisë së Shkodër, ku jemi paraqitur për të bërë një kërkesë në lidhje me dëgjesën publike që duhet ishte bërë për zhvillimin e resortit. Bashkia e Shkodër na ka thënë nuk kam fare kompetencë për këtë çështje, është e gjitha kompetenca e Agjencisë Zhvillimit të Territorit. Ata kanë marrë lejen e ndërtimit, ata duhet kishin bërë dëgjesën publike, e gjithë procesi është zhvilluar nga ata, ne kemi dhënë vetëm një aprovim për që jemi dakord me zhvillimin e një resorti në Baks Rrjoll. Pra ata thonë që ne kemi zero kompetencë të gjë, ndikimi jonë ka qenë zero për dhënien e lehtë ndërtimit. Ndërkohë që Bashkia e Shkodër ka dhënë aprovimin që ky resort nuk prek florën dhe faunën, është dohet pozicionimi i pronës është brenda territorit që administrohet nga Bashkia e Shkodër, dhe Bashkia e Shkodër patjetër që duhet reagojë dhe duhet mbajë një qendrim, sepse brenda shtëpisë saj po zgjidh një problem shumë i madh. Dhe ata duhet ta trajtojnë patjetër, ne nuk jemi votues, ne jemi banor të Bashkisë Shkodër, dhe patjetër që Bashkia duhet të mbajë një qendrim dhe duhet dali pak në mbështetje të banorëve të saj për të zgjidhur disa probleme, jo vetëm të vinë në derën tonë kur ka nevojë për votat. Keni tentuar të komunikoni me dikë nga qeveria, të shkoni përtej Bashkisë së Shkodrës, të shkoni tek persona të cilët e kanë dhënë këtë lejë? Qoftë edhe me përfaqësues Partisë Socialiste. Te Belinda Balluku ne nuk shkojmë dot, se ajo ka dhënë lejen e ndërtimit. Pra nuk shkoni dot e shikoni të pamundur për të patur një takim. Pse as pak edhe po? Avokati ka bërë shkresat për të marrë informacion lidhje me lejen e ndërtimit, për të marrë informacion nga
institucione shtetërore, gjithashtu për të marrë informacion nga policia e shtetit për sjelljet e policisë shtetit ndaj banorëve të Velipojës, ka marrë disa përgjigje zyrtare, formale, thjesht për të kaluar rradhën. Asgjë konkrete. Nga ana tjetër, pse mendoni që as SPAK dhe as Prokuroria e Shkodrës nuk kanë bërë hetime për këtë konflikt? Si e shpjegoni? Tani, unë nuk duhet vend diskutim punën e SPAK-ut edhe punën e Prokurorisë Shkodrës. E vërtetë është ne kërkesën e kemi depozituar në SPAK, padinë e kemi depozituar në SPAK. SPAK-u ja ka delegu Prokurorisë Shkodrës për mos kompetencë dhe për mungesë të masës lëndore i deleguar Shkodrës. Prokuroria e Shkodrës ka mbi një vit që ka dosur në zyrat e saj. Dhe e ka shumë thjesht për të thënë drejtim gjët, mjafton të verifikoj dokumentet që ne kemi thënë që janë të falsifikuara dhe të japi zë të vërtetës. Ne kemi kërkuar një akt ekspertimi për vërtetimin e vitit 1997 që ka marrë Fatmir Shpeza dhe ka depozituar në gjykat për të marrë pronën, që është një vërtetim i falsifikuar, është shumë e thjeshtë për të verifikuar. Pulla sigurisë edhe vula nuk i përkojnë vitit 1997, i përkojnë pas vitit 2002. Vula është e vitit 2016, kur Fatmir Shpeza ishte vetë drejtor hipoteke, ndërsa pulla është e pas vitit 2002. Vetëm kaq edhe ai vërtetimi hipotekor del që është i falsifikuar, dhe normalisht pastaj gjithë dosja duhet të shikuar dhe certifikat pronësie duhet shkatruar. Ndërkohë, çfarë hapash keni vendosur të ndërmerrni pas kësaj? Si do të vijoni? Ne do vazhdojmë rezistencën tonë, pavarësisht se gjykata e Shkodrës 2 persona që i ka liruar sot i ka liruar me kusht dhe me detyrim paraqitje, i ka liruar me kushtin që mos ta afrohen tek anëtierë ndërtimit dhe me kushtin që me kërkesë për paraqitje 2 herë në muaj në prokurori. Normalisht këta të bëjnë edhe me 8 banorë të tjerë që ne kemi janë të arrestuar dhe janë për gjyq në ditët e ardhshme. Në këtë mënyrë ata pretendojnë që të largojnë banorët nga protesta dhe t'i pengojnë që shkojnë te protesta të resortit. Ne do vazhdojmë aq sa jemi, do vazhdojmë çdo ditë të protestojmë kundër plaçkitjes pronës tonë dhe presim që kompania Gener 2 të bëjë një reagim serioz dhe të bëjë një reagim të drejtë dhe të ulet më vesh me banorët, mos bëjë reagime kundër përgjigjet, përdorin kanalin e tyre vetëm për dezinformuar popullin në lidhje me realitetin e kësaj çështje. Kompania Gener 2 di shumë mirë që ne jemi pronarët, pastaj ata kanë marrë dhe informacione ndoshta në rrugë jo zyrtare nga njerëzit e zonës që di shumë mirë që është prona jonë dhe dokumentet e Fatmir Shpezës janë të falsifikuara dhe se janë falsifikuar dhe gjithë procesin ata di shumë mirë se si ka ndodhur dhe ata duhet të tregohen të drejtë, të bëjnë marrëveshje me banorët nëse duan të zgjidhin resortin e tyre aty. Kompania Gener 2 duhet kuptojë diçka. Në qoftë se ata mendojnë që do ndërtojnë resortin me policinë e shtetit, me mbrojtjen e policisë shtetit, për 5 vjet do rrujë policia e shtetit aty, mos harrojnë që ato ndërtesa janë për shitje një ditë dhe nuk ka shqiptar, nuk ka ndërkombëtar, nuk ka një të huaj që do vitë investojnë në Shqipëri dhe do shikojë këtë që po ndodh dhe do guxojë të blej pronë aty, sepse askush nuk e do një pronë në konflikt. Drejtësia do flasi, në qoftë se nesër e drejta jo do dali në dritë, dhe normalisht që neve do na kthehet prona, do na jepet e drejta jonë dhe nuk ka njeri që do vi do hedhi lekët e veta në një pronë me konflikt. Këtë do ta kuptoj shumë mirë kompania Gener 2, pavarësisht të taktikave që përporton për të na intimiduar dhe për të na larguar nga prona jonë, ne atë pronë e kemi me drejt Zotit, e kemi me dokumentat e nevojshme të pafalsifikuara, origjinale, të ruajtura me shumë sakrificë dhe mund, dhe absolutisht që drejta jonë do dalë në dritë. Shqipëria ka shumë institucione drejtësie, ka prokurori, gjykata, në momentin që asnjë nga këto nuk do japi të drejtë zë të vërtetës, ne do të ndërtojmë institucione ndërkombëtare, siç është gjykata e Hakës, dhe ne të drejtës do shkojmë deri në fund. Të drejtën tonë absolutisht që do marrim. Kompania Gener 2 këtë gjë duhet ta kuptojë. Nuk mund ta ndërtojë një resort me mbrojtjen e policisë shtetit. Pra, ju jeni të vendosur për të vijuar protestat dhe për ta mbrojtur me çdo kusht pronën tuaj? Patjetër. Pse Partia Demokratike nuk e ka mbështetur protestën tuaj? Si e shikoni qëndrimin e opozitës? Kishim një takim me deputetët e zonës Partisë Demokratike, erdhën tek anëtjeri, bënë një takim me banorët, diskutuan, ofruan një mbështetje në kushtet e tyre,
por ishte një mbështetje shumë sipërfaqësore në këtë vështrimin tim. Ata dinë shumë mirë vetë se pse nuk reagojnë. Ajo që po ndodh në Rio nuk është një problematikë që po ndodh vetëm aty dhe prek një familje, prek një person, një individ. Ajo prek një komunitet të tërë, prek gjithë fshatin e Riolit, dhe normalisht është interesante se fshati i Riolit ka qenë një zonë që historikisht ka votuar djathtas, dhe Partisë Demokratike i takon që të mbajnë një qëndrim zyrtar për këtë çështje, të mbajnë një qëndrim në emër të së drejtës, dhe jo të justifikohet të fshihet pas gishtit të toj që ne nuk dimë se si janë e vërteta dokumentave. Ata i kanë në zyrat e tyre gjithë dokumentat e tona, e dinë shumë mirë se si është e vërteta pronës. Ne kemi thënë kategorisht të gjitha detajet se si është falsifikuar e pronë, mendimin e kujt është falsifikuar, gjitha këto. Dhe nuk më fshihim pas gishtit, sepse ne dimë shumë mirë lidhje që ka Bashkimula në familjen Berisha. Kështu që ata duhet të mbajnë një qëndrim siç i takon të mbajnë një parti opozitar në mbrojtje të popullit, jo në mbrojtje të interesave të individëve të caktuar. Si ka mundësi që resorti vijon të ndërtohet ndërkohë që çështja është në gjyq? E shpjegoni dot? Nuk e shpjegoj dot. Do isha shumë e lumtur të jeni përgjigje për këtë gjë. Është një nga çuditat më të mëdha që firmoset në leje ndërtimi mbi një pronë që është në proces gjyqësor. Dhe për më tepër, Gjykata Administrative e Tiranës herën e parë neve na ka refuzuar masën sigurinë pa dije. Ne kemi paraqitur dokumentat, i kemi paraqitur dhe faktin që jemi në procese gjyqësore. Ata nuk kanë një sigurinë pa dije dhe gjithashtu ne kemi bërë një pati dytë për sigurinë pa dijes, diçka tjetër kërkojnë ndjes, sepse nuk jam juriste dhe ndoshta termat juridik nuk i kam të sakta. Por kemi bërë kërkesën e dytë dhe presim që na Gjykata Administrative e Tiranës të dalim me një datë të dytë për të dhënë një përgjigje. Dhe shpresoj shumë që këtë herë të vlerësoj drejt dhe të siguroj padinë dhe të ndalohen punimet, përsa kohë gjykata nuk ka dhënë një verdikt se kush është pronari i vërtet i tokës. Ajo që kërkojmë nuk është që më japës mua pronën se duan të taj marr, ne kërkojmë që çështja të gjykohet në gjykatat e shtetit shqiptar, prokuroria të flasi dhe pronën ta gëzojë ai që do dalë i zoti i pronës. Absolutisht jemi të bindur që e vërteta do dalin dritë, nuk kemi të frikë fare nga ky fakt. Paqë që unë jam këtu dhe flas me ty dhe përgjigjem çdo pyetje që ti më bën, pa të kërkuar çfarë do të pyesësh, si do të pyesësh, dalë dhe them pa frikë sepse them mjafton që them vërtetën, dhe nuk kam nevojë të përgatitem për asgjë tjetër. Ndërkohë që fat me shpeza nuk pranon të japi asnjë deklaratë për media, sepse nuk e bën dot alibin e tij. Ai del në kundërshtim me vetëm sa herë që flet, ka bërë vetëm një reagim për një portal në Shkodër, për një portal lokal në Shkodër, dhe reagimi ka qenë një video incizuar e dërguar, dhe jo video incizuar, ai nuk ka dalë vetë duke folur, ka dërguar një tekst që ka lexuar gazetari dhe me disa dokumenta për të mbrojtur alibin e vet. Ai nuk është zoti që ti ta mbrojë më gjatë të gjë sepse ka gënjeshtër. Dhe nuk e argumenton dot deri në fund asnjë nga ato gjërat që ka përdorur për të marrë atë pronën. Zonja Kokaj, keni besim se do të triumfoj drejtësia në gjithë këtë nismë që keni ndërmarrë, duke marrë parasysh edhe faktin që me sistemin gjyqësor në vendin tonë edhe me, po themi, numrin e lartë të dosjeve që shqyrtohen, zgjat në kohë? Po, zgjat shumë në kohë. Ne kemi bërë patin tash që në fund të prillit të majit, nuk e di datën e fiks tani për momentin, por kemi bërë në fund të prillit patin dhe sot jemi në mars mbas një viti, po bëhet gati një vit, kemi zhvilluar një seancë gjyqësore në shtator, në fund të shtatorit, dhe kur kemi pas gjyqin e dytë në nëntor, gjykata u transferua në një sektor tjetër dhe na thanë që do hidhet shorti për një gjyqtar tjetër, është hedhur shorti dhe ne akoma nuk kemi një datë tjetër gjyqi, praktikisht u bën një vit nga padia dhe ne s'kemi zhvilluar akoma seancën e parë gjyqit, sepse normalisht do fillojë tani me gjyqtarin e re, do fillojë nga fillimi çdo gjë. Ne vazhdojmë me presim të arritjet. Kam marrë informacion para disa kohëve që me statistika një proces gjyqësor në Shqipëri gjatë 16 vjet pa një ditë. Dhe për të marrë drejtësi në Shqipëri duhet presësh 16 vjet. Kjo ishte edhe një nga pikat që ne kishim argument fort edhe pikë diskutimi me kompaninë Gener 2 kur folën, sepse ata pretendonin që të firmosin një marrëveshje me neve dhe mbas 5 viteve ai që do kishte certifikatin e pronësisë do merrte ndërtesat në resort.
kjo ishte oferta dhe përgjigja jonë ka qenë që për 5 vjet në sistemin e drejtësisë shqiptare është shumë e vështirë që të kesh arritur të sigurosh mbylljen e një procesi gjyqësor. Por jam e bindur, shpresoj shumë që prokuroria e Shkodrës të flasë siç duhet, të shikoj siç duhet situatën në Francis, dhe gjithashtu të shikoj siç duhet edhe padi që bën ndaj nesh nga policia e shtetit, nga Brigade Security, pra të protestën që ju po shfaqni në ekran, ka qenë një protestë që është nisur paqësore, është agragu pak situata gjatë rrugës, normalisht ne kemi mbi 5 javë që dhunohet proma jonë, dhe asnjë nga institucionet nuk reagon për thirrjen tonë, ndërkohë që në momentin që ne thyrrim disa xhama, çohet flaki gjithë Shkodra me reprezalje nëpër shtëpia, me polici, që kërcej gardët atu se po vi, nuk e di domethënë, një terror, duke shku nga gjithë fugona policie për të marrë banorët nëpër shtëpia. Ka shku për të marrë kushërinë e burrit tim, 3 fugona policie për të marrë një burr 60 vjeç, nuk e di pse duhet ta bëjnë detyrë, mjafton ta marrin telefon, dhe ai do vinte aty. Numrin e tij kishin telefon se ka shkruar disa herë, e kishin në komisariat se ka shkruar disa herë në polici dhe do kishte shkuar vet, pa patur më vonë të shkonte në mënyrë policia e shtetit dhe të rrojtonte dhe nënën e tij një plak të vjetër aty që gati sa nuk e la zemra nga të merri se çfarë po ndodh. E kuptoj, zonja Kokaj. Ky reagimi për kundër nesh, për fatin që ne bëjmë në prokurori, prokuroria vazhdon një vit dhe akoma ne nuk kemi një qendrim të prokurorisë se si është e vërteta e kësaj dosje. E kuptoj. Unë ju falenderoj shumë për kohën që na kushtuat edhe për gjithë sqarimet që dat në lidhje me këtë situatë. Ju falenderoj. Faleminderit edhe juve për gjithë përcjelljen që na keni bërë. Faleminderit shumë. Ne kemi qenë drejt për drejt me banoren e Rjollit, Luciana Kokaj, sa i takon protestave që prej javësh po zhvillojnë këta banorë. Do të shkojmë në këtë moment në reklama dhe vim në pjesën e fundit, do të flasim për sport.